Në muajin shtator pritej që të niste në Lungomare një projekt I cili konsistonte në unifikimin e fasadave të jashtme të bizneseve të cilat ndodhen përgjatë shëtitores. Duke nisur në fillim të muajit korrik, shëtitoria e Vlorës ishte pjesa e parë e qytetit e cila u prek nga aksioni kombëtar që synonte lirimin e hapësirave publike. Prej kësaj pjese turistike të Vlorës nisën të shembeshin me 10 fasada të bizneseve në këtë zonë. Biznese këto kryesisht të tipologjisë bare, restorante, njësi hoteliere dhe markete. Prej tyre u larguan tendat e vendosura aty prej kohësh, pjesët reklamuese të bizneseve, vazolulesh, orendi të ndryshme dhe deri tek pjesët e dekorit, me qëllim që të lirojë sa më parë hapësira publike në favor të qytetarëve. Në shëtitoren e Vlorës pati në muajt në vijim, në gusht, shtator dhe në tetor, fazat të tjera të këtij aksioni kombëtar, me shumë prej administratorëve të bizneseve të mbetura, të cilët nisën që të çmontojnë prej shëtitores pjesë të fasadave të tyre të jashtme që gjendeshin në trotuar. Kjo ju bë pasi kërkohej që t'i japej rrugë realizimit të një vendimi I cili u tha se do të fillonte edhe nga puna projekti në shtator për unifikimin e vetë fasadave të bizneseve. Pas deklaratave edhe në media të figurave më të larta të pushtetit lokal dhe qendror nga Vlora, u tha se në Lungomare të gjitha fasadat e bizneseve do të ishin me pamje të njëjtë. Në shtator do të shpalosej për administratorët e subjekteve private, modeli se si duhet të ishin fasadat dhe çdo biznes do të ishte I detyruar që të bënte një fasadë të tillë ashtu siç ishte parashikuar edhe në projekt. Kjo bëhej për disa qëllime, për të liruar më tepër vend për këmbësorët, për të patur një pamje të ngjashme në çdo biznes në mënyrë të unifikuar, e cila ndikon më pas edhe në imazhin e krenarisë së Vlorës, por edhe për t'i kthyer bizneset në funksional, përgjas tinës së vjeshës dhe dimrit, në shira dhe në të ftohtë dhe duke mos I lënë vetëm me çadra, karige dhe tavolina. Por megjithse prej korriku dhe deri më tani kanë kaluar disa muaj, si dhe prej shtatorit kur u tha se do të niste puna, kanë kaluar 2 muaj, sërish ky projekt mbetet pezull. Madje nuk ka asnjë informacion se nëse do të procedohet me të dhe kur mund të nis realizimi I tij në shëtitore. Bizneset e Vlorës po presin vendimin të pasigurt dhe të friksuar se ç'mund të ndodhë në vijimsi, pa patur një plan të saktë se çfarë I pret në të ardhmen, ndërkohë që vlen të theksohet edhe fakti që pavarësisht largimit të shumë pjesëve të fasadave të këtyre bizneseve, në shumë zona në shëtitore, shumë prej fasadave të bizneseve janë si më parë, duke zënë hapësirën e këmbësorëve, sigurisht në pritje të realizimit të këtij projekti, apo derisa dikush t'i trokas në derë dhe t'ju kërkohet shembja e fasadave mbi trotuar dhe largimi prej andej të gjithçka e tjetër që zë vendin e kalimit të këmbësorëve, duke I dëmtuar në këtë mënyrë dhe funksionimin e biznesit.